Blerë Muarremi përmes baladave dhe këngëve të tij ka shëruar shpirtra të panumërt dhe ka dhuruar emocione pafund në skenë. Edhe në ditët e tij më të vështira, ai ka ditur gjithmonë të mbajë një buzëqeshje për publikun, por këtë herë goditja ka qenë tepër e egër për ta fshehur. Një lajm i tmerrshëm ka rënuar shpirtërisht këngëtarin, duke dëshmuar se ka disa humbje aq të rënda sa zemra thjesht nuk mundet t'i mbajë e vetme brenda vetes. Përmes një mesazhi prekës, këngëtari ka bërë të ditur ndarje nga jeta të tesës së tij të shtrenjtë. Në këtë rast, Blero ka zbuluar një detaj që pak njerëz e dinin. Tezja e tij ishte në fakt motra binjake e nënës së tij. Kjo afërsi gjenetike dhe shpirtërore bëri që ajo të mos ishte thjesht halla apo teze, por shtylla kryesore e fëmirisë dhe e rrugtimit të tij, të cilën ai pa asnjëdyshje e konsideronte si nënën e tij të dytë. Për të nderuar figurën e saj, Blero ka publikuar një imazh mjaft të ngrohtë pranë saj, një fragment lumturie që tashmë është ngrirë në kohë, të shoqëruar me fjalët që burojnë direkt nga një zemër e thyer. Sot humba një pjesë të shpirtit tim, tezja ime, binjaka e nënës time, por për mua ajo është një nënë e dytë. Të më mungosh gjithë jetën tezë e dashur, u presh në paqe, o shpirt i bardhë, ka shkruar i përlotur artisti. Ky shpirt i pastër la pas një zbrasti të madhe e cila tashmë mund të ngrohet vetëm nga disa kujtime që ajo ka lënë dhe dashuria që ajo mbolli gjatë gjithë jetës së saj tek ne. Ngushëllimet më të sinqerta shkojnë për Bleron dhe për të gjithë të afërmit e prekur nga kjo ikje e parakoshme.